rikthyer në studio, tani do të bëjmë një bisedë nga ato që na vlejnë të gjithëve. Ja, po e shikoni, kemi produkte këtu në studio, kështu që keni kuptuar që do të flasim me Alkend Çukon, me nutricionistin pranë Institutit Kulinar në Ranci për disa produkte të cilat na nevojiten ti përdorin në momentet caktuara të jetës. Dhe tani ajo që duhet të them është se kush duhet të jetë akoma dhe më i vëmendshëm në këtë bisedë. Jeni duke u lodhur, post stërviteni, bëni aktivitet fizik, përpiqeni të ndiqni edhe një dietë ushqimore ashtu sikur se ja u kanë rekomanduar. Kalon java e parë, dytë, muaj i parë, dytë dhe ju nuk shihni rezultatet e duhura në ndërtimin e muskujve. Pse ndodhe gjitha kjo? Ka sekrete të cilat pa diskutim Alkendi do t'i ndaj sot me ne këtu. Mirëmëngjes edhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Tanila. E di sa shpëtimtare është kjo biseda jote sot? Ne kemi bërë gjithmonë, me thënë të drejtë, një bisedë të tillë, pra në mes fjalëve që ne kemi thënë, janë mesazhe të shumta, të cilat vlejnë për të gjitha temat, sepse në fund ditës ushqimi është ai karburanti që ne konsumojmë çdo ditë për të mbijetuar dhe thjesht për zgjedhja e ushqimit të dur bën gjithë diferencën më pas për një jetesë të shëndetshme, për një jetesë të pashëndetshme, për një problematikë shëndetësore e kështu me radhë, pra alternativa të ndryshme. Por meqense tema specifike më tepër sot, kemi të bëjmë me ndërtimin e masës muskulare, dhe ndonjëherë janë pikërisht ata individët të cilët janë dhe shumë të dobët, të cilët vuajnë nga shtimi në peshë, pra kanë të vështirë të shtojnë masë muskulare, por qoftë edhe ata të cilët janë të shëndosh edhe duan të dobësohen, sepse sa më tepër masë muskulare të ndërtosh, ti mund të kesh një përqindje dhjamore goxha të lartë, pra mbi 15-20%, por ama në momentin që ti fillon ndërton masë muskulare, atëherë rënja jote në peshë bëhet më e thjeshtë. Pra i vlen të dy kategorive, nuk u vlen vetëm atyre të cilët janë të dobët dhe duan të ndërtojnë masë muskulare, por sa më tepër masë muskulare të kemi, aq më të shëndetshëm jemi, kështu që të gjitha vinë në linjë me shëndetin. Vërtet, pse është tregues kjo? Po, është tregues sepse në momentin që ke një masë të caktuar muskulare, atëherë dhe qarkullimi i gjakut është më i mirë, shëndeti kardiovaskular është më i mirë, aftësia jote për të shfrytzuar burimet ushqimore që konsumon është më e mirë, zora e trash funksionon më mirë sepse ka të bëjë me efektin termogjenik që ushqimet na japin, gjithashtu edhe me aftësinë që këto ushqime të zbërthehen më shpejt në element më të vegjël. Dhe vetëvlerësimi është në nivele më të larta, me veten ndjeni më mirë, të gjitha këto, po. Kjo vjen shkak pasojë më pas, edhe pse ne duhet të ndjemi mirë fillimisht me veten, sepse nëse nuk ndjemi mirë me veten, ne nuk kemi duke trajtuar, le të themi, shkakun, por po trajtojmë simptomën. Dhe në momentin që trajtojmë simptomën, asnjëherë nuk do jemi, le të themi, nuk do ndjemi mirë me veten tonë. Alkend, çfarë na ndihmon ne? Po, të hym konkretisht në temë, sepse nuk dua të na mbes pa përmendur asgjë se cila prej tyre ka rëndësinë e saj në lidhje me temën. Çfarë na ndihmon në ndërtimin e muskuleve? Kam gam të ndryshëm të produkteve ushqimore, sepse mesazhi që unë do të jap është të gjitha produktet ushqimore vlejnë. Pra nuk mund të them për shembull kumbullat e thata apo arrat apo e bardha e vezës që ty do të ndërtojnë masë muskulare. Pra kjo nuk ndodh në asnjë botë, le të themi. Është thjesht kombinimi i të gjithë matricave ushqimore. Prandaj kam sjell, le të themi, një gamë të ndryshme të produkteve, ku do ta nisja me tërshërën, tërshëra është afër. Dhe po e marr unë me që e kam afër. Po. Atëherë ne kemi bërë një paketim të ri në fakt të tërshërës dhe pse tërshëra? Tërshëra është konsideruar edhe si ushqimi të varfërve, shumë ka më përpara, pra zakonisht u jepesh vetëm kafshëve, njerëzit nuk e konsumonin. Por ja që tërshëra është shumë e shëndetshme. Dhe pse tërshëra? Ndonjëherë mendohet që të ndërtosh muskuj, ke nevojë vetëm për proteina. Dhe tani janë bërë shumë njerëz që flasin hak proteina, bëj proteina, vetëm proteina. Por ndërkohë harrojmë që karbohidratet janë, le të themi, burimi kryesor i energjisë që ne nevojitet. Dhe të gjithë ata që shkojnë në palestër dhe pjesa më e madhe e njerëzve tani shkojnë në palestër për të hequr sa më tepër kile dhe për të bërë trupin e ëndrave për 2 muaj, por që nuk funksionon ashtu. Ka nevojë për energji dhe tërshëra është një burim i qëndrueshëm i energjisë sepse ti e konsumon dhe ajo tretet ngadalë duke mos të ndikuar shumë edhe në sheqerin e gjak, por nga ana tjetër duke furnizuar të gjithë muskujt e tu me glukozë dhe trurin gjithashtu me glukozë, por edhe zorën e trash, sepse të gjitha këto duhet të jenë në korelacion me njëra tjetrën. Dhe pse përmenda zorën e trashë dhe glukozën dhe karbohidratin këtu në këtë rast, sepse zakonisht në palestra rekomandohen plura të ndryshëm proteinik, të cilët kanë maltodekstrin, kanë elemente të ndryshëm, të cilët i japin energji, i japin kalori dhe proteina normalisht. Por kjo nuk asnjëherë në asnjë
prapë po e përmend, në asnjë botë nuk konsiderohet e shëndetshme, sepse maltodekstrina është thjesht një element i ekstraktuar, i përpunuar në një proces kimik, mekanik, fizik që industria prodhon. Kur ne kemi tërshërën e cila në ofron vetë këto karbohidrate, të cilat janë dhe natyrale, por përveç karbohidrateve marrim edhe ato mineralet e rëndësishme. Pra, le të bëjmë një paralelizëm. Çfarë ty të vjen në një paketim, është një lloj si vanilja. Pra, ne të gjithë e dim konceptin e vaniljes. Pra, vanilja plur, ai pluri bardh, edhe vanilja shkop. Të dyja janë vanilje, por nuk kanë, le të themi, ngjashmëri shumë të madhe me njëra tjetrën. Pluri ka vetëm vanilinën, pra është ajo ekstrakti i vaniljes. Nëse shkopi i vaniljes ka vanilinën, por ka edhe nga 101 elementë të tjerë të cilët e plotësojnë matricën e vaniljes. E qartë, e njëta gjë në kërhastimin. Në rastin e këtyre produkteve. Çfarë përmendim tjetër? Përveç shpejt tani të gjitha, sepse tani villem të vëmendje. Produkt tjetër do ishin makaronat integrale, përsëri dhe këto vlen si një karbohidrat goxha i vlefshëm, sepse është një mix i karbohidrateve dhe i dritrave të ndryshëm, madje janë dhe gluten free, gjithë linja e Felicias është gluten free, duke ndihmuar edhe në përthithjen e mirë të tyre, pra mund të konsumohen edhe përpara palestrës, në formën e insallate, në formën ndoshta edhe të crackersave, pra mund të bëhen air fryer, pra të zihen pak të bëhen air fryer dhe i konsumon si patetina chips, pra një alternativë tjetër e shëndetshme. E kështu me radhë, pra janë goxha të shëndetshme. Një tjetër element i mirë, sepse ne kemi nevojë për sheqer, praktikisht sheqer për të ndërtuar muskuj, që duket e çuditshme, por ja që ke nevojë për sheqer, por sheqer frutash, dhe prandaj kam sjell kumbulla të thata, edhe pistilin e kajsisë. Atëherë të dyja janë të pasura me karbohidrate, me këtë sheqerin le të themi e pasur të frutave, fruktoza, e cila detyrimisht të na jep energji. Dhe sidomos kur duam të bëjmë aktivitete të sforcuara fizike me pesha etj, kemi nevojë për energji dhe konsumimi pra në rastin e kumbullave mjafton vetëm një, do ishte ideale ose 2 maksimumi, kombinuar, ndërsa në rastin e pistilit unë do ta preferoja në fakt, prandaj kam marrë edhe arrat pikant, i paketimi i tillë, ai pistili vjen në formën e një flete, pra si një A3 ose A4. Sepse aty duket pak sa metrash, por hapet, pra shpaloset, dhe mjafton të presim shirita, dhe me atë shiriti rrotullon një arror. Pra mund të jetë arpikan, mund të jetë ar brazili, mund të jetë bajame, mund të jetë lehti, për çfarë do duam ne, dhe ke si topsa energjetik. Që i ha gjatë ditës, në makinë, në punë, në zyrë, në plazh, me pushime, i kemi gjithmonë aty në çantën tonë. Shumë të shëndetshme se ato zgjedhjet konvencionale që ndodhen në markete. Gjithmonë, pa diskutim. Duam kalori, pra të ndërtojmë një trup të mirë dhe të shëndetshëm me masë muskulare, duam energji dhe duam kalori. Dhe problemi më i madh i atyre të cilët nuk shtojnë të peshë është kalorit. Por kalorit diferencojnë, një lloj siç dallojnë në karbohidratet të thjeshta dhe karbohidrate komplekse, dhe kalorit i ndajmë në kalori të plota dhe kalori boshe. Kush janë kalori boshe? Kalori boshe janë lëngjet me shumë sheqer, pijet energjetike të cilat kanë kalori, apo ato ushqimet ultra të procesuara, pra ti je duke marrë kalori, por nuk je duke futur asnjë vlerë ushqyese në trupin tënd. Dhe absolutisht, prandaj ushqimet të dëndura me kalori, vlen për tu përzgjedhur, janë yndyrat, sepse në krahasim me, kjo është një pastë e zezë. Na shpjego se si ka dhe gurma të është pas susami. Ta kthem kështu. Pra, është pas susami me susam të zi. Një lloj si tahini, por në diferencë këtë tahini e cila ka të shihen atë një karakteristike, susami i zi vjen dhe me më pak intensitet, duke qenë se është dhe më ka dhe profil të tjetër aromatik, duke qenë se veprimi enzimatik ndërmjet susamit të bardhë dhe susamit të zi është ndryshe, dhe shija e pasës susamit të zi është akoma dhe më e shijshme, por jep energji. Kjo është më kryesore, jep energji, jep kalori. Dhe nëse konsumojmë një kalori, pra nëse zgjedhim të konsumojmë këtë lloj yndyre, në krahasim me një yndyrë fast foodi, pra mishi fast foodi që piqet edhe bëhet etj me radhë, nuk kemi të bëjmë me kaloritë e njëjta, marrim kalori, por ama këto na japin dhe vlerë ushqyese. Dhe tjetër burimi yndyror. Se ndonjëherë kemi koncept të gabuar për kaloritë. Kaloritë nuk janë armiku ynë. Ne kemi nevojë për energji. Fokusojmë vetëm tek shifrat, por nuk e kuptojmë se në çfarë përkthehet ajo në organizmin. Shifrat janë thjesht një stres më tepër për. Më pëlqen shpikmi ja kështu. Mjafton që të konsumojmë shëndetshëm dhe pastaj gjithë pjesa tjetër të jemi aktiv.
Po. Dhe mos ta abuzojmë. Patjetër, dhe racionet. Produkt tjetër janë gjelpi kikiriku dhe gjelpi kajsus. Ne i konsiderojmë gjalp, sepse vjen në teksturën e gjalpit, por janë disa pastat, le të themi, pastat frutave të thata arrore, të cilat janë shumë të pasura me këtë sasinë e lartë të kalorive. Por nga ana tjetër ofrojnë edhe ato fibrat, të cilat janë shumë të shëndetshme. Okej, se janë prej qelçi ato. Atëherë, Çfarë do përmendim tjetër? po ikën. Qumshin e kokosit. Qumshti i kokosit. Atëherë, bëjmë smoothie të ndryshëm, mund të përdorim qumësht vegetal, mund të përdorim qumësht lope, mund të përdorim alternativa të ndryshme, por qumshti i kokosit, për mendimin tim, është një zgjedhje dhe alternativa akoma më e mirë. Pse është kjo më e mirë? Atëherë, fillimisht të jep mundësinë që ta tresësh më lehtë, ka një fraksion yndyror më të lartë, dhe yndyrat që ka vaj kokosit ose qumshti i kokosit janë yndyrna me zinxhir të shkurtër të atomeve të karbonit, pra quhen MCT, medium chain triglycerides, të cilat treten shpejt. Ndryshe nga çdo yndyrë tjetër, e cila kërkon një kohë të caktuar për të tretur, dhe këtë ne zakonisht e hasim kur ham shumë ushqim, sidomos mish i djamosur. Nuk është për faktin se ti ke ngrënë shumë dhe po ndihesh i lodhur, por është për faktin se ti ke ngrënë shumë yndyrë, dhe ajo yndyrë aty po të pengon përthithjen e atyre vlerave ushqyese dhe tretjen, sepse duhet veprojnë enzimat. Pra, një lloj si gjithë kemi parë këto video për YouTube që është një acid, ti merr një metal dhe i shkrin aty, dhe stomaku duhet bëjë një veprim të tillë pak a shumë me ushqimin që ha, por kur ka sasi të lartë yndyre, atëherë kjo pengohet. Dhe kur ne konsumojmë një yndyrë e cila ka aftësi të zbërthehet mjaft mirë nga enzimat në stomakun ton, atëherë kjo detyrimisht dhe në mënyrë imediate kalon në për muskuj si rezervë energjie, kalon në për qarkullim gjaku, kalon gjithashtu edhe në mëlçi, sepse këto yndyrna janë shumë të shpejta për të kthyer në ketone. Dhe ketonet hera herës janë një alternativë që trupi bën një këmbim, le të themi, të përdorimit të glukozës dhe përdor ketonet për energji të shpejtë. Alternativë tjetër. Ja, do na thotë regjia dhe sa kohë kemi që të bëjmë të përmbledhur, apo kemi 2 minuta, kështu që shikoje vetë. Po. Atëherë do të flas për 2 karbohidrate të tjera, edhe për një burim proteine dhe pastaj do lë një produkt të veçantë. Atëherë, 2 karbohidrate janë pjadinat, tortillat me ngjyrë. Që neve i kemi gatuar këtu, edhe kemi patur edhe variantin e karotës mandje, panxar dhe karot dhe oriz, ai është oriz vermicelli. Me 7 mendje e mora, po më duk një variant karbohidrate. Është oriz, dhe orizi është një nga ato karbohidratet më të shpejta që ne e përthithim. Sa i lezetshëm është. Gjithë problemi në fije, e shikoni vjen t'ja u krahasoj me kadaifin, është më i fortë, por shërfijet i ka të tilla. Gjithë sekreti ose gjithë, le të themi, lehtësia që ne mund t'i bëjmë vetes tonë në momentin që duam të bëjmë një regjim të shëndetshëm, nuk po përmend as dieta keto, as dieta paleo, as dieta vegetariane, as për të shtuar peshë, as për të humbur peshë, por një dietë të shëndetshme, sepse kjo më pas i kategorizon të gjitha, sepse çdo gjë ndodhet në trurin tonë, më tepër se sa thjesht janë ato që konsumojmë. Është truri që streson më tepër dhe i jep komanda më pas hormoneve të ndryshme, sepse një njeri që është shumë i dobët apo është shumë i shëndosh, ka histori familjare, patjetër, pra genet e tjerë, por ai stresi që indukton vetes është akoma më i madh. Dhe në fund fare, zgjedhja për këto alternativa, s'ka gjë. Zgjedhja për këto alternativa, pra që t'ja lehtësojmë punën vetes dhe të le të themi bëhemi paksa më kreativ, janë dhe tortillat, të cilat janë me panxar, njëkohësisht marrin vlerë ushqyese dhe me ato mund të bëjmë rapsa të ndryshëm, pra burritos të ndryshëm, me burime të ndryshme proteinike, por edhe orizi që nuk duhet ta konsumojmë, nuk kemi nevojë ta konsumojmë vetëm në formën klasike, por mund ta konsumojmë edhe në formën e tillë. Dhe proteinat në këtë rast salmoni, që është një salmonin do ta mbyllim, po. Po, salmonin dhe shumë shpejt qumshin pluhur. Okej, ja, i përmend qumshin pluhur. Salmoni që është një burim proteinik shumë i mirë, po. Dhe ka yndyrna shumë të shëndetshme omega 3, dhe normalisht të gjithë e njohim e tjerë, por unë do ta fokusoja më tepër vëmendjen tek qumshi pluhur. Blejmë proteina pluhur në për markete, në për dyqane suplementesh, të gjithë pafund. Por harrojmë që në për ato etiketat mbrapa kemi aroma natyrale. Ato aroma natyrale asnjëherë nuk e dim se çfarë janë, pra nuk deklarohen. Mbeten kështu me këtë fjalën. Po, aroma natyrale shkruaj. Kaq, po. Kemi të bëjmë edhe me agent antikoagulues,
trifosfat kalciumi e tjerë, pra disa numra me gërma, me era, me e tjerë, Pa. të cilat ne nuk, pra enzimat në trupin tonë, zora jonë e trash nuk është e destinuar apo nuk le të themi është e përshtatur për të tretur. Kur ndërkohë ne kemi proteinën shumë të mirë, të qumshit plur, 1%, sepse kemi qumësh plur 1% e qumësh plur 26%, përqindja tregon vetëm indikacionin e yndyrës. Dhe 100 gram për këtij paketimi ofron nga 300 deri në 350 kalori dhe 30 deri në 35 gram protein. Okej. Kështu që ti po merr 30 deri në 35 gram protein nga një protein e plot, sepse kjo matricë nuk ka vetëm proteinën e hirës, por ka kazeinën, ka hirën, ka edhe të gjithë ato fraksionet e kazeinës, të cilat një protein konvencionale nuk i ka. Interesante. Dhe ne qumshin plur e njohim në fakt, por nuk e dinim që kishte kaq shumë. Po, dhe shumë i shishëm mbi të gjitha. Po, dhe shumë i Dhe mund të konsumohet qoftë në mund ta bësh krep, mund ta përzihesh në formën e smoothit, apo dhe direkt ta konsumosh. Si ka gjithmonë shije shumë të mirë. Alken, të falenderoj për diçka që na solle edhe sot, do të ritakohemi javën e ardhshme përsëri me një temë tjetër, po kaq interesante dhe me vlerë. Faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve. Shkojmë në publicitet, ne do kthehemi në të njëjtën linjë në një mënyre, pra mësuam për mënyrën e të ushqyerit në mënyrë të veçantë nëse jemi duke dashur të shtojmë muskuj, dhe tani do të kthehemi me një tjetër të ftuar, do të jemi tek aktiviteti fizik, por për një moshë të caktuar 40+, nëse nisni tani për herë të parë dhe si reagon trupi juaj dhe çfarë duhet të keni kujdes, i ndajmë kur të kthehemi pas hapësirës publicitare.